Tuneli Llogoras në Vlorë vijon ende të kalohet pa pagesë, ndërsa me afrimin e sezonit turistik është rritur ndjeshëm edhe qarkullimi i automjeteve drejt jugut të vendit. Fluksimi i lartë i lëvizjeve regjistrohet kryesisht gjatë fundjavave, ku shumë qytetarë dhe turistë zgjedhin bregdetin e Vlorës dhe Himarës për të kaluar ditët e pushimit. Pavarësisht se infrastruktura për aplikimin e tarifës është tashmë drejt përfundimit, ende nuk ka një datë zyrtare se kur do të nisë pagesa për kalimin në tunel. Aktualisht drejtuesit e mjeteve vazhdojnë ta përdorin tunelin falas, ndërsa autoritetet po kryejnë procedurat e fundit teknike dhe testimet për funksionimin e plotë të sistemit. Në nisje të muajit maj, tuneli Llogoras vijon të jetë pa pagesë. Aktualisht janë duke i qarkulluar automjetet ashtu si kundër edhe muaj më përpara pa e paguar tarifën e përcaktuar në tunelin e Llogoras. Ende nuk ka një informacion zyrtar se kur do të nisë tarifimi dhe sepse deri në këto momente vijon lëvizja pa pagesë. Gjithsesi gjithçka është gati, ndoshta gjatë këtij muaji mund të ketë ndryshime sa i përket edhe vendosjes së tarifave, por kjo mbetet për tu parë. Nga informacionet zyrtare konfirmohet edhe fakti se muaji i kaluar ka patur një lëvizje të shtuar të automjeteve, sidomos gjatë fundjavës drejt Himarës dhe Anasjelltas drejt jugut të vendit dhe Vlorës që kanë zgjedhur tunelin e Llogoras për të kaluar. Ashtu si kundër, mendohet që ky muaj të ketë një rritje edhe më të madhe të qarkullimit të mjeteve, duke qenë se kemi edhe nisjen e sezonit veror. Kryesisht qarkullimi i rënduar do të jetë gjatë fundjavave. Gjithçka duket gati për nisjen e procesit të tarifimit në tunelin e Llogoras. Së fundmi ka përfunduar edhe instalimi i sistemit të pagesës, ndërsa janë zhvilluar testet e fundit për funksionimin e pajisjeve elektronike dhe kontrollit të aksesit. Burimet bëjnë me dije se aktualisht po verifikohen kamerat e sigurisë, sistemet elektronike të monitorimit dhe infrastrukturës mbështetëse, me qëllim garantimin e një procesi të rregullt dhe pa probleme në momentin ku tarifa hyrë në fuqi. Edhe pse përgatitjet teknike janë drejt fundit, institucionet përgjegjëse nuk kanë bërë ende publike datën zyrtare të nisjes së pagesës. Kjo ka sjellë interes dhe diskutime mes qytetarëve, veçanërisht për shkak të shtimit të lëvizjeve që do të ketë gjatë sezonit veror. Sipas tarifave të publikuara më herët, pagesa minimale do të jetë 100 lekë për motocikletat, ndërsa tarifa më e lartë do të arrijë në 5000 lekë për mjetet e tonazhit të rënd. Për automjetet e vogla, tarifa e kalimit do të jetë 250 lekë për një drejtim ose 500 lekë vajtëardhje. Ndërkohë 500 lekë do të paguajnë mjetet me karroceri, 1000 lekë furgonët dhe autobusët, ndërsa tarifat më të larta do të aplikohen për mjetet e transportit të rënd. Vendosja e pagesës pritet shoqërohet edhe me reagime nga qytetarët dhe përdoruesit e përditshëm të tunelit, të cilët deri më tani kanë kaluar pa asnjë tarifë. Një pjesë e banorëve të zonës kanë kërkuar që të ketë lehtësi apo karta të posaçme për rezidentët, duke argumentuar se tuneli përdoret shpesh për lëvizje të përditshme me zonave të jugut. Ndërsa pritet vendimi përfundimtar për nisjen e tarifimit, tuneli Llogoras vijon të mbetet një nga veprat infrastrukturore më të rëndësishme të jugut, duke shkurtuar ndjeshëm kohën e udhëtimit dhe duke lehtësuar qarkullimin drejt Bregdetit.